Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosovës ishte e qetë atë moment, por si shpesh herë, një bisedë e thjesht mjaftoi për të nxjerrë në pak dallimet mes banorëve. Bia dhe Ludo ndodheshin në një nga hapësirat e përbashkëta, duke shkëmbyer fjalë që fillimisht dukeshin lozonjare, por morën një kthes më të thellë. Bia, e veshur ndryshe nga ditët e tjera, u kthye nga Ludo dhe e pyeti me një buzëqeshje: "Si të dukem sot?" Ludo e pa për disa sekonda dhe u përgjigj pa hezitim: "Sot je vërtet yll." Bia buzëqeshi, por Ludo shtoi menjëherë diçka që ndryshoi tonin e bisedës: "Brenda je origjinale." "Jashtë, jo gjithmonë." Kjo fjali e ndali Bien. Ajo u kthye nga ai, e habitur, por edhe e vendosur të mos e linte pa përgjigje. "Jo, jam Bia," i tha me siguri. "Unë jam kjo që jam. Nuk jam ajo që ti mendon." Biseda u bë më serioze. Bia shpjegoi se nuk i pëlqen të reduktohet vetëm në pamje apo komente sipërfaqësore. "Ti gjithmonë flet për gjëra të jashtme," i tha ajo. "Por unë nuk jam bërë nga ajo që shikon ti, unë jam më shumë se kaq." Ludo u përpoq të shpjegonte se nuk kishte për qëllim ta ulte apo ta ofendonte, por thjesht po shprehte mendimin e tij, ashtu siç e ndjente. "Po flas për perceptim," tha ai. "Jo për atë që je si njeri." Por për Bien, fjala kishte peshë. Ajo theksoi se brenda shtëpisë po përpiqet të jetë vetvetja. "Parole, pa maska, pa nevojë për aprovimin e askujt. Unë nuk kam ardhur këtu për të dukur," tha ajo. "Kam ardhur për të qenë." Biseda u mbyll pa zëra të lartë, por me një tension të lehtë që u ndje në ajër. Banorë të tjerë e dëgjuan dhe mbetën të menduar. Ishte një nga ato momente ku fjalët, edhe kur duken të vogla, zbulojnë mënyrën se si njerëzit e shohin njëri tjetrin. Në Big Brother Kosova nuk janë vetëm veprimet që gjykohen, por edhe mënyra si flitet, si vlerësohet dhe si respektohet tjetri. Dhe kjo përballje e vogël mes Bies dhe Ludos tregoi edhe një herë se kufiri mes komplimentit dhe keqkuptimit është shumë i hollë. Në shtëpinë e Big Brother Kosovës, një moment i papritur ktheu atmosferën nga loj në tension të pastër. Gjithçka nisi si shaka, por përfundoi si një nga situatat më serioze të ditës. Labinoti dhe Alba po lëviznin nëpër shtëpi, ende me energjinë e lojës me borë. Të qeshurat dhe humori i mëparshëm i kishin bërë të pakujdesshëm, pa e menduar se një veprim i vogël mund të shkaktonte pasoja të mëdha. Teksa u afruan pranë një prej dhomave, ata e gjetën tonin duke u përgatitur, i befasuar nga prania e tyre. Situata u bë e sikletshme dhe e papritur, dhe Alba reagoi me instinkt loje, duke hedhur topa bore drejt tij, pa e menduar se situata kishte kaluar kufirin. Labinoti tentoi të qeshte dhe ta kthente gjithçka në shaka, por Toni reagoi ndryshe. Në përpjekje për të mbyllur derën dhe për t'i larguar, situata doli jashtë kontrollit. Alba u kap në derë për një moment dhe tensioni u rrit menjëherë. Britmat e saj u dëgjuan në gjithë shtëpinë, banorët e tjerë u ngritën menjëherë nga vendet e tyre. Disa u afruan, disa mbetën të shtangur. Loja kishte përfunduar. Atmosfera kishte ndryshuar plotësisht. Ajo që nisi si shaka, tani ishte kthyer në një incident serioz. Produksioni reagoi menjëherë. Zëri i Big Brotherit u ndje në shtëpi, duke kërkuar qetësi dhe distancim. Alba ishte e tronditur, ndërsa Toni duke i tensionuar dhe i mbyllur në vetvete. Labinoti përpiqej të shpjegonte se gjithçka kishte nisur si lojë, por ishte e qartë se rregullat ishin shkelur. Pak më vonë, momenti që askush nuk e dëshiron në këtë lojë ndodhi. Zarfi i zi u nis për në shtëpinë e Big Brother Kosovës. Një heshtje e rëndë ra mbi banorët. Të gjithë e dinin çfarë do të thoshte kjo. Zarfi i zi nuk vjen kurrë pa arsye. Ai është paralajmërimi më i fortë se kufit janë kaluar dhe se loja ka rregulla që nuk negociohen. Banorët u mblodhen në sallon, me fytyra serioze dhe mendime të ndryshme. Disa flisnin për papërgjegjshmëri, disa për reagim të tepruar, por të gjithë ranë dakord për një gjë: situata k. Obori i shtëpisë së Big Brother Kosovës ishte shndërruar në një fushë të bardhë loje. Bora kishte mbuluar çdo cep dhe banorët, një nga një, po dilnin jashtë për të shijuar momentin. Mes tyre, Alba dhe Labinoti ishin të parët që ndezën atmosferën. Fillimisht, gjithçka nisi si një shaka e vogël. Alba u përkul, mori një grusht borë dhe e formoi në një top të vogël. Pa paralajmërim, ajo ia hodhi Labinotit. Ai u kthye menjëherë, i befasuar, por me buzëqeshje në fytyrë. "E fillove?" i tha, ndërsa u përkul edhe ai për të marrë borë. Në pak sekonda, obori u mbush me të qeshura dhe thirrje. Topat e borës fluturonin nga njëra anë në tjetrën.
ndërsa Alba dhe Labinoti po e shijonin plotësisht lojën. Nuk ishte garë, ishte thjesht argëtim i pastër, ai lloj momenti që i bën banorët të harrojnë kamerat dhe strategjitë. Alba, gjithmonë energjike, bënte shaka me të gjithë. Ajo thërriste ludos që t'u bashkohej, duke e ngacmuar me humor dhe duke qeshur me zë të lartë. Hajde, mos u fshi, i tha ajo, ndërsa i hidhte një top bore që shpërtheu pranë tij dhe e mbuloi me të bardhë. Ludosi reagoi me të qeshura dhe përpjekje për t'u larguar, ndërsa banorët e tjerë nga dritaret brohorisnin dhe komentojnë situatën. Ishte një nga ato skena që i japin frymë shtëpisë, spontane, të lehta dhe plot jetë. Labinoti, tashmë i mbuluar me borë, u dorëzua për një moment, duke ngritur duart lart. Por Alba nuk ndalej. Ajo vazhdonte të qeshte, të bënte shaka dhe të krijonte një atmosferë ku askush nuk ndihej i përjashtuar. Bora ishte bërë arsye për bashkim, jo për ndarje. Për disa minuta, obori i Big Brotherit u kthye në një vend ku dëgjoheshin vetëm të qeshura. Nuk kishte tension, nuk kishte debate, vetëm lojë dhe energji pozitive. Banorët qëndruan aty derisa i ftohti filloi të ndihej më fort, por buzëqeshjet nuk u larguan. Kur loja përfundoi, gjurmët e këmbëve dhe shenjat e topave të borës mbetën në obor, si dëshmi e një momenti të bukur bashkëjetese. Alba dhe Labinoti u kthyen brenda, ende të. Mëngjesi në shtëpinë e Big Brother Kosovës nisi ndryshe atë ditë. Qetë, i bardhë, pothuajse magjik. Kur Eliona doli në obor, hapi derën ngadalë dhe ndaloi për një çast. Para saj, gjithçka ishte mbuluar nga bora. Obori, kopshti, stolat, çdo gjë ishte shndërruar në një peizazh dimëror që nuk shihet shpesh brenda asaj shtëpie. Ajo buzëqeshi menjëherë, bora nuk ishte thjesht mod. Ishte ftesë për lojë, për energji, për të thyer rutinën e ditëve që nganjëherë bëhen të rënda brenda 4 mureve. Eliona u përkul, mori borën me duar dhe e shtrëngoi lehtë, sikur po testonte nëse ishte reale. Ishte e ftohtë, e pastër dhe e mjaftueshme për të zgjuar fëmijën brenda saj. Pa humbur kohë, ajo u kthye nga dera dhe thirri me zë të lartë, "Londrim. Hajde jashtë." Zëri i saj ishte plot entuziazëm, por edhe pak i fshehtë, sikur kishte një plan. Londrimi nga brenda nuk e kuptoi menjëherë çfarë po ndodhte. U afrua drejt derës, ende i përgjumur, pa e ditur se çfarë e priste. Sapo dera u hap dhe Londrimi bëri hapin e parë jashtë, Eliona veproi, një top bore fluturoi drejt tij dhe e goditi drejtë në shpatull, bom. Londrimi u shtang për një sekond, pastaj shpërtheu në të qeshura. Çka po ban? Bërtiti ai, duke ngritur duart për të mbrojtur. Por Eliona nuk u ndal. Një tjetër top bore, pastaj një tjetër. Ishte e shpejtë. E qeshur, e vendosur ta fitonte betejën që sapo kishte nisur. Banorët e tjerë dolën te dritaret. Disa qeshnin, disa brohorisnin, disa thërrisnin emra. Obori i Big Brotherit ishte kthyer papritur në një fushë loje. Londrimi u përkul, mori borë dhe u kundërpërgjigj. Tani ishte luftë e hapur. Topat e borës fluturonin nga të dyja anët, britma gëzimi përziheshin me të qeshura, dhe për disa minuta, loja kishte zëvendësuar çdo strategji, çdo tension, çdo mendim të rënd. Eliona qeshte me gjithë zemër. Nuk po mendonte për kamera, për lojë, për nominime. Ishte thjesht aty, në moment, duke shijuar një nga ato çaste të rralla ku gjithçka ndihet e lehtë. Bora kishte mbuluar gjithçka gjatë natës. Obori ishte zbardhur krejt, ajri i ftohtë të priste frymën dhe shtëpia dukej sikur ishte futur në një qetësi dimërore. Banorët rinin të mbështjellë me xhaketa e batanie, duke komentuar të ftohtin dhe bukurinë e mëngjesit. Por askush nuk e priste atë që do të ndodhte më pas. Dolce doli jashtë, jo e mbështjellë me rroba të trasha, jo e friksuar nga i ftohti, por e sigurt, e qeshur, vetëm me bikini. Ishte një kontrast i fortë mes bardhësisë së borës dhe pranisë së saj. Në atë moment, dukej sikur temperatura ndryshoi, jo realisht, por në ndjesinë e të gjithëve, ajo shkelte borën me hapa të lehtë. Pa nxitim. Çdo hap linte gjurmë, sikur po shkruante diçka mbi atë zbardhësi të heshtur. Banorët nga dritaret filluan të reagojnë, disa me habi, disa me të qeshura, disa duke tundur kokën si për të thënë, vetëm Dolce mund ta bëjë këtë. Ajo nuk po e bënte për sfidë, as për dramë. Ishte një moment vetbesimi. Një mënyrë për të thënë që energjia dhe qëndrimi shpesh janë më të forta se moti.
Në mes të borës, dolce dukej sikur shkëlqente, jo për shkak të rrobave, por për shkak të sigurisë që kishte në vete. Na i shkrinte temperaturat, dëgjoi të thoshin nga brenda, mes batutash dhe duar trokitjesh. Dhe në një farë mënyre, ishte e vërtetë. Jo sepse bora u zhduk, por sepse atmosfera ndryshoi. Ftohti u kthye në lojë, në energji, në humor, dolce qeshi, u rrotullua pak në obor, mori frym thellë dhe u kthye brenda, sikur asgjë e jashtëzakonshme të mos kishte ndodhur. Por për shtëpinë kishte ndodhur diçka, një moment që do të komentojë gjatë. Në Big Brother Kosova, ka momente që nuk krijohen me fjalë, por me guxim dhe qëndrim. Dhe ajo dalje në mes të borës ishte pikërisht kjo, një çast ku një banore u bë simbol i energjisë, vetbesimit dhe lojës së lirë. Bora mbeti jashtë. Por temperatura e shtëpisë, ajo u rrit. Dita kishte nisur me një heshtje të veçantë, ndërsa dritat e mëngjesit depërtonin përmes dritareve të shtëpisë së Big Brother. Por, papritmas, energjia e zakonshme e banorëve u kthye në një shpërthim humoristik dhe të papritur. Borë e bardhë, që kishte rënë gjatë natës, kishte mbuluar çdo cep të jashtëm të oborit dhe ajri i freskët i mëngjesit, dukej se po sillte një ndjenjë lojrash. Labinoti, me një buzëqeshje të kënaqur dhe pak të misqjevos, vendosi të shfrytëzonte situatën. Pa e menduar shumë, ai e futi borën e Eliones në shpinë, duke e surprizuar. Reagimi i saj ishte instant, një britme e madhe që nuk mund të anashkalohej. Ai moment shkaktoi jo vetëm qeshje, por edhe një ndjenjë energjie spontane që shpërtheu në të gjithë shtëpinë. Eliona, e shokuar dhe e habitur, u ngrit menjëherë, duke hedhur dorën drejt Labinotit, ndërsa buzëqeshjet e banorëve të tjerë shpërthyen në ajër. "Oh, Borea!" bërtiti ajo, duke e bërë situatën edhe më të qeshur. Nuk ishte vetëm një lojë fizike, ishte një sfidë e papritur, një moment spontan që përmbledh dinamikat e shtëpisë. Bora e natës së kaluar nuk ishte thjesht një fenomen natyror, ajo u shndërrua në një element lojrash, shakatash dhe improvizimi. Çdo kristal i bardhë që binte mbi obor duket sikur kishte një qëllim për të bashkuar banorët, për të krijuar situata qesharake dhe të paharrueshme. Labinoti, me një kombinim të guximit dhe talljes, e përdori këtë mundësi për të ndezur atmosferën dhe për të provokuar Elionën në një mënyrë që ishte e papritur, por plot humor. Të gjithë banorët u përfshin menjëherë në atë moment, disa duke qeshur, disa duke komentuar dhe disa duke u përpjekur të mbajnë ekuilibrin e situatës. Ishte një ndër ato raste që tregojnë se në Big Brother Kosova, edhe një ngjarje e vogël natyrore si bora mund të kthehet në një histori qesharake, plot emocion dhe për plot reagime. Eliona, pas britmës së saj fillestare, filloi të qeshte vetë, duke kuptuar se nuk kishte asgjë për të shqetësuar borës dhe ishte një nga ato momente kaotike dhe të paparashikueshme që ndodhin vetëm në shtëpinë e Big Brother. Bia po kryente rutinën e saj të zakonshme, kur Ludo e pa duke u larë dhe vendosi të përfshihej pak në situatë. Nuk ishte një veprim serioz, por një kuriozitet i momentit, diçka që shpesh ndodh kur banorët jetojnë bashkë 24 orë. Ai shkoi te Labi dhe i tha: "Të lutem, mbyll pak syt dhe hajde shi diçka interesante." Ishte një ftesë me humor, që niste një lojë të vogël provokimi dhe rivaliteti. Labi, pa u menduar shumë, pranoi dhe hapi syt, siç ndodh shpesh në këtë shtëpi, gjërat morën një kthes të paparashikueshme. Banorët tjerë, duke parë situatën, filluan të qeshin dhe të talleshin, duke e kthyer momentin në një skenë qesharake më shumë se sa të sikletshme. Bia, e cila e kuptoi menjëherë çfarë po ndodhte, filloi të bërtas me një kombinim të talljes dhe nervozizmit. "Bobo," iu drejtua me humor dhe një ndjenjë shpërdorimi. Ishte reagimi tipik i dikujt që nuk donte të ishte qendra e vëmendjes, por që shtëpia nuk e lejonte ta shmangte. Ludo dhe Labi nuk e morën shumë seriozisht. Ishte një moment tallje, një provokim miqësor që rriti energjinë e gjithë dhomës. "I pëlqen?" "E ka të fortë," thoshin disa nga banorët me buzëqeshje dhe sharje të lehta, duke e kthyer gjithçka në një lojë humoristike. Ai moment nuk ishte thjesht për të bërë skandal. Ishte një shembull i mënyrës se si banorët e Big Brother e përdorin kuriozitetin, shakat dhe situatat spontane për të krijuar lidhje, për të testuar kufijt dhe për të parë reagimet e njëri tjetrit. Çdo banor kishte një rol, dikush qesh, dikush tall, dikush proteston, dhe kjo ndërveprim ndërtoi dinamikën e shtëpisë. Në fund, situata u qetësua, por tensioni humoristik mbeti në ajër. Bia u tërhoq dhe i tha Ludit dhe Labit se nuk donte më t'i shikonte ato situata.
Por të gjithë e dinin, momenti do të mbetej një ndër ato kujtime qesharake që publiku do t'i komenton të gjatë në Big Brother Kosova. Nuk ka moment të vogël. Salla e ndenjës ishte e heshtur, një heshtje e rëndë që vinte jo nga mungesa e njerëzve, por nga peshë e fjalëve që ishin thënë. Toni qëndronte aty me kokën e ulur, duke përballuar një ndjenjë që nuk mund ta fshehësh as në një lojë televizione. Po më vjen keq që ka dashur me dalë. Unë jo, tha ai me një zë të ulët dhe të dridhur. Po më vjen keq shumë. Fjalët ranë në ajër dhe heshtja që pasoi ishte e thellë. Nuk kishte ndërhyrje, nuk kishte zhurmë. Vetëm emocionet që mbushnin dhomën. Toni nuk po thoshte këto fjalë për dramë, por për të shprehur një ndjenjë të sinqertë dhe të dhimbshme, atë të pranimit dhe pendesës. Benita e dëgjoi me një kombinim të respektit dhe qetësisë. Ajo nuk u tërhoq, nuk e ndërpreu. Vetëm e dëgjoi. Dhe atëherë, me një ton të fortë, të sinqertë, ajo foli: "E ka meritu me dal, Toni." Fjala e saj nuk ishte një kritike e thjeshtë, ishte një konstatim i qartë. Një reflektim i asaj që ndodhi në lojë, i vendimeve që duhen marrë dhe i pasojave që vijnë pashmangshëm. Tani e kam kuptuar që Toni duhet të dilte, shtoi ajo, duke i dhënë fjalëve të saj një forcë të qetë, por të pakthyeshme. Toni nuk mund të përgjigjej menjëherë. Zemra i rritë shpejt dhe çdo fjalë e mundshme duke e tepërt ose e vogël për të përshkruar atë që ndjente. Ai nuk po kërkonte falje, po përpiqej të pranonte një realitet që ishte më i madh se vetja e tij. Dhe Benita, në mënyrën e saj të qetë, e bëri të qartë. Kjo nuk kishte të bënte me zemërim apo faj, por me lojën dhe vendimin e drejtë. Ajri ishte i mbushur me tension, por edhe me një ndjenjë respekti reciprok. Nuk ishte një moment për skandale, por për të pranuar dhe reflektuar. Toni e dinte tani, të dalësh nuk do të thotë të humbësh, por të pranosh se çdo lojë ka rregullat e veta, dhe ndonjëherë vendimet më të vështira janë ato që duhet të merren me qetësi. Në Big Brother Kosovën, ky ishte një nga ato momente që nuk bëhen për shikueshmëri, por për emocion të vërtetë. Një përballje me ndjenjat, një reflektim mbi vepri. Mbrëmja kishte rënë qetë mbi shtëpinë e Big Brother Kosovës dhe banorët po përgatiteshin për gjumë. Alba u afrua drejt dhomës së gjumit ku tashmë ishin shtrirë labi dhe kushtrimi. Duke u futur në krevat për 3 leqe, atmosfera duke i relaksuese dhe banorët buzëqeshnin duke ndarë batuta të lehta pas një dite të gjatë, por pa pritmas, një erë e çuditshme dhe e fortë depërtoi në dhomë. Alba e ndjeu menjëherë dhe ngriti hundën, e habitur. Nga vjen kjo erë? Pyeti ajo, duke u përpjekur të mos qeshte dhe njëkohësisht të kuptonte se çfarë po ndodhte. Labi dhe kushtrimi ngritën kokat dhe për një moment heshtja mbuloi krevatin. Alba nuk mundi të qëndronte e qetë. E kjo era? Vazhdoi ajo, duke lëshuar një buzëqeshje të lehtë, por me ton pak shqetësues. Dolce, që deri atë moment kishte qenë jashtë dhomës, hyri duke u çudit sepse të gjithë po shikonin kaq serioz. Ah, kjo? Tha ajo, me një zë të qeshur dhe një lëvizje të dorës. Është era e çorapeve të Dolces. Na mbyti. Alba dhe të tjerët nuk mund të bënin dot pa qeshur. Atmosfera që sapo kishte qenë e qetë, u kthye menjëherë në një moment humoristik, ku e gjithë lodhja dhe tensioni i ditës u harruan për pak. Vini re, thiri Dolce, duke e bërë situatën edhe më dramatike. Hajde, merr tangat dhe çorapet, se i ke lënë këtu në dhomën e gjumit. Alba, labi dhe kushtrimi shpërthyen në të qeshura. Ishte një ndër ato momente që nuk planifikohen, që nuk mund të parashikohen dhe që bëhen të paharrueshme për banorët dhe për publikun. Çorapet e lëna pas nga Dolce ishin bërë papritmas protagonistët e një nate qesharake dhe të çuditshme, që tregonte se në këtë shtëpi gjithçka mund të ndodhë. Ndërkohë që të tre shtrieshin përsëri në krevat, era u shpërnda, por e qeshura mbeti. Momenti nuk ishte vetëm për të bërë humor, ai krijoi edhe një ndjenjë bashkëjetese, një lidhje të çuditshme dhe të lehtë midis banorëve. Ndonjëherë nuk ka nevojë për gjëra të mëdha për të ndjerë afërsinë, ndonjëherë mjafton një erë e çuditshme dhe një tu. Shtëpia e Big Brother Kosovës ishte e mbushur me energji të çuditshme atë mbrëmje. Banorët ishin përqendruar në një bisedë që filloi me lojë dhe sfidë, por që shpejt mori një tjetër ngjyrë kur Labi dhe Dolce nisën të flasin me njëri tjetrin me batuta provokuese. Hajde, preki pak bikinin tim, tha Labi me një buzëqeshje të lehtë, duke e thënë më shumë si lojë dhe sfidë humoristike se sa si kërkesë serioze. Dolce qeshi, por nuk e la pa përgjigje. Edhe unë po të prek pak tendin, tha ajo, duke ja kthyer sfidën në mënyrë të barabartë. Ajri u mbush me tension të lehtë,
por më shumë me qeshje dhe buzëqeshje të shoqëruara me shikime tallëse. Banorët e tjerë qëndronin me kureshtje, duke vëzhguar si zhvillohej ky duel I forcës pa pasur nevojë për ndonjë veprim të madh. Ishte një lloj sfide që nuk ishte fizikisht serioze, por tregonte guximin, lojën psikologjike dhe vetbesimin e secilit, po kush ka më të fortë? Pyeti Labi, duke I dhënë situatës një nuancë konkurruese. Dolce qeshi dhe ngriti vetullat, duke treguar se nuk do të dorëzohej lehtë. Ti mendon se je më I fortë se unë? Hajde të shohim, I tha ajo me zë të gëzuar dhe një ton të provokuar. Ky moment u kthye në një lojë të tërë të shpirtit. Kush mund të ruante qetësinë? Kush mund të tallte më mirë dhe kush mund të bëhej më qesharak për të fituar mbështetjen e shikuesve dhe banorëve të tjerë? Çdo fjali, çdo shikim, çdo buzëqeshje kishte rëndësi. Banorët e tjerë filluan të ndërhynin me komente tallëse. Disa e nxirrnin Labin më të guximshëm, disa Dolcen më të zgjuar. Por e gjithë situata mbeti e sigurt dhe e qeshur, nuk kishte asnjë presion, asnjë tension të vërtetë. Ishte një moment që tregonte lojën e karaktereve, humorin dhe dinamikën që Big Brother Kosova I ka bërë të njohura. Në fund, askush nuk e shpalli fituesin. Çdo banor u rikthye në vendet e tij, por buzëqeshjet dhe shikimet e ndërsjella lanë një gjurmë në atmosferën e shtëpisë. Ishte një tjetër moment I vogël, por I paharrueshëm, një mënyrë për të. Mbrëmja kishte rënë qetë mbi shtëpinë e Big Brother Kosovës. Dritat ishin zbehur dhe lodhja e ditës ndihej në ajër. Alba u afrua drejt dhomës së gjumit aty ku ishin shtrirë tashmë Labi dhe kushtrimi. Të dy dukeshin të relaksuar, me buzëqeshje të lehta, sikur momenti ishte I natyrshëm dhe pa tension. Po vjen me fjet me neve? E pyeti njëri prej tyre, me një ton të thjeshtë, pa e bërë situatën më të madhe se ç'ishte. Alba nuk hezitoi fare, po, tha direkt, pa menduar dy herë, ishte një përgjigje spontane, që erdhi si diçka e natyrshme, jo e llogaritur. Ajo u fut në shtrat dhe u pozicionua mes kushtrimit dhe Labit. Të tre dukeshin rehat, madje edhe të lumtur në atë çast. Nuk kishte nervozizëm, nuk kishte siklet. Vetëm një ndjenjë afërsie dhe shoqërie që shpesh lind në izolimin e asaj shtëpie. Jorgani u tërhoq mbi ta dhe bisedat u ulën në zë. Disa batuta të lehta, disa të qeshura të mbytura dhe pastaj gjithçka u qetësua. Kamerat vazhdonin të regjistronin, por pa dhënë asgjë konkrete. Çfarë ndodhi poshtë Jorganit nuk u pa dhe nuk u dëgjua. Gjithçka mbeti në kufirin e supozimeve, pikërisht kjo e bëri momentin edhe më të komentuar. Banorët e tjerë nisën të flisnin, të hamendësonin, të nxirrnin përfundime sipas mënyrës së tyre. Por realiteti mbeti I paqartë. Nuk pati zhurmë, nuk pati skena. Vetëm tre persona që ndanin një shtrat dhe një moment qetësie. Alba dukej e qetë. Nuk po kërkonte vëmendje, as nuk po përpiqej të dërgonte mesazhe. Ishte thjesht aty, në një çast ku ndoshta ndihej më pak vetëm. Labi dhe kushtrimi, nga ana tjetër, dukeshin po aq të natyrshëm, sikur situata të mos ishte as pak e jashtëzakonshme, në shtëpinë e Big Brother Kosovës, ku çdo veprim analizohet dhe çdo detaj zmadhohet. Ndonjëherë edhe një gjest I thjesht bëhet temë e madhe. Por ajo natë mbeti e mbështjellë me heshtje në një Jorgan që nuk tregoi asgjë, duke lënë gjithçka në imagjinatën e publikut, dhe ndoshta pikërisht kjo ishte ajo që e bëri momentin kaq të komentuar, jo ajo që u pa. Dolce dhe kushtrimi ju afruan Ludos dhe Hygertës me një energji pozitive, duke I komplimentuar hapur për iniciativën që kishin marrë. Ata vunë re se si të dy kishin qëndruar të qetë dhe të natyrshëm, pa u ankuar as pak për trikon, edhe pse për shumë banor të tjerë kjo kishte qenë një sfidë e vërtetë. Për Dolcen, kjo tregonte durim dhe karakter. Bravo që nuk ju ka bezdisur, tha Dolce me një buzëqeshje të sinqertë. Ajo e vlerësoi faktin që Ludo dhe Hygerta nuk kishin bërë zhurmë, nuk ishin ankuar dhe nuk e kishin kthyer situatën në dramë. Për të, mënyra si e përballuan këtë iniciativë tregonte pjekuri dhe qetësi, dy cilësi që në atë ambient janë shumë të rralla. Ludo dhe Hygerta u përgjigjen me po të njëjtën qetësi. Ata thanë se për ta nuk ishte ndonjë problem I madh dhe se mund ta mbanin trikon edhe për një muaj pa asnjë shqetësim. Fjalët e tyre nuk u thanë me mburje, por thjesht si një konstatim I natyrshëm, sikur të donin të tregonin se kur je I bindur në atë që bën, gjërat bëhen më të lehta. Kushtrimi, duke I dëgjuar, shtoi se kjo harmoni mes tyre binte në sy. Ai vuri re se Ludo dhe Hygerta shkonin shumë si çift, jo vetëm në mënyrën si dukeshin, por edhe në mënyrën si silleshin dhe komunikonin.
Qetësia, mirëkuptimi dhe mbështetja që i jepnin njëri tjetrit i bënte të dalloheshin nga të tjerët. Atmosfera u mbush me energji pozitive dhe respekt të ndërsjellë. Ishte një nga ato momente të rralla në shtëpi ku nuk kishte tension, strategji apo debate, por vetëm vlerësim dhe fjalë të mira. Për Ludos dhe Hygertën, këto komplimente ishin një konfirmim se mënyra e tyre e të qenit po shihej dhe po vlerësohej. Ky moment tregoi se në Big Brother, përtej lojës dhe sfidave, ka edhe hapësirë për mbështetje dhe për të thënë bravo. Dhe ndonjëherë, pikërisht këto fjalë të vogla janë ato që të japin forcë për të vazhduar përpara. Zëri i fortë i gongut u përhap në të gjithë shtëpinë e Big Brother, duke shënuar zyrtarisht fundin e lojës. Ishte ai tingull karakteristik që i bën të gjithë banorët të ndalen për një çast, sikur koha të kishte ngrirë. Pas orësh të gjata përqendrimi, durimi dhe përpjekjeje, loja kishte marrë fund dhe tensioni i akumuluar filloi të shkrijej menjëherë. Banorët filluan të shikonin njëri tjetrin me buzëqeshje dhe me një ndjenjë lehtësimi. Gati 80% e tyre kishin arritur ta përfundonin me sukses sfidën, një shifër që tregonte bashkëpunim dhe përkushtim. Nuk ishte një fitore individuale, por një arritje kolektive që u dha kuptim gjithë lodhjes së kaluar. Disa festuan me përqafime, të tjerë me duar trokitje, ndërsa dikush u ul thjesht për të marrë frym thellë, duke shijuar momentin. Loja kishte qenë e vështirë, por fakti që shumica e banorëve ja dolën e bëri gjithçka më të lehtë për t'u pranuar. Edhe ata që patën vështirësi ndjenin një lloj krenarie, sepse kishin qenë pjesë e diçkaje që kërkonte unitet. Atmosfera në shtëpi u kthye në festive. Zhurma e gongut nuk ishte thjesht një sinjal për mbylljen e lojës, por edhe një kujtesë se kur banorët bashkohen, rezultatet janë të dukshme. Tensionet e vogla, ankesat dhe lodhja u lanë mënjam për disa minuta, duke i hapur vend gëzimit dhe lehtësimit. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm përplasje dhe strategji, por edhe sfida që i bashkojnë banorët. Me fundin e lojës dhe suksesin e shumicës, shtëpia hyri në një fazë të re, me energji më pozitive dhe me ndjenjen se, të paktën për këtë herë, bashkëpunimi kishte fitua. Situata mes Albës dhe Klodit u tensionua papritur, duke sjellë një nga momentet më të ashpra verbale në shtëpi. Alba i u drejtua Klodit me një akuzë të fortë, duke i thënë se sipas saj, Benita dhe Eliona i kishin dhënë shumë hapësirë dhe liri sa herë ai kishte dashur. Fjalët e saj u thanë me nervozizëm dhe pa u menduar gjatë, si një shpërthim i mbledhur nga pakënaqësi të mëparshme. Klodit reagimi i erdhi menjëherë. I habitur dhe i revoltuar nga ajo që dëgjoi, ai u kthye Albës me tone të ashpra, duke i kërkuar të ndalej dhe duke i thënë se ajo nuk ishte në rregull me ato që po thoshte. Ai e bëri të qartë se po kalonte çdo kufi dhe se deklarata të tilla nuk kishin vend në një debat normal. Për të, ajo që Alba po bënte ishte provokim i pastër dhe mungesë respekti, debati nuk u ndal aty. Eliona, e cila ishte përmendur drejt për drejt, u afrua menjëherë dhe i doli përballë Albës. Ajo i kërkoi me zë të lartë të matej në fjalë dhe të kishte kujdes me atë që thoshte, sepse po prekte dinjitetin dhe figurën e saj. Tensioni mes tyre u ndje fort, ndërsa distanca fizike u zvogëlua dhe zërat u ngritën. Banorët e tjerë mbetën të ngrirë për disa çaste, duke kuptuar se situata kishte dalë jashtë kontrollit. Nuk ishte më thjesht një debat loje, por një përplasje personale, ku fjalët po lëndonin më shumë se çdo veprim. Atmosfera u rëndua dhe u krijua një ndarje e qartë mes palëve. Ky episod tregoi edhe një herë se në Big Brother, presioni, lodhja dhe emocionet e forta shpesh i çojnë banorët të thonë gjëra që nuk mund të merren mbrapsht. Një fjali e thënë në nerva mjafton për të ndezur një zinxhir reagimesh, duke kthyer një moment të zakonshëm në një konflikt të madh që lë gjurmë në marrëdhëniet brenda shtëpisë.